Një moment I veçantë I dasmave tradicionale shqiptare është dita kur dhëndri shkon të marrë nusen. Trendet sot po shkojnë drejt makinave luksoze, motorave, deri tek helikopterët, por unë sot do t'ju kthej pas në kohë, kur dasmat bëheshin me pajton. Dhe jam sot me zotin Ibrahim Sinani, I cili ka martuar sa e sa çifte. Patjetër që ka martu, goxha çifte janë martu me pajton, kryesisht Tirana, Shqipëria mesme. Po dhe deri jugu kanë bo dasmat me pajton. Sa e vjetër është karroca që kemi sot? Karroca s'dihet, karroca është marrë në Greqi, nuk dihet sa breza. I cili vit mund të datoj pak a shumë? Tash s'di të them me siguri, por që është një nga pajtonat më të vjetër që ekzisto. Në Tiranë, edhe gjithë Shqipërinë është pajtoni më I vjetër, tradicional. Ju që kur e keni nisur? Unë kam 15 vite. 15 vite. Po. Si I kujtoni dasmat atëherë? Ja, ishte nostalgji për mua kur isha fillimet. Kur dolëm, kishte shumë kërkesa për pajton. Dhe gjithë ishte gjë veçantë për moment kur dolëm pajtonat fillimisht, se unë jam pothuaj se ka qenë një shoku jon në Shkodër dhe unë kam pas në Tiranë pajton. Ai ka qenë para me, ai shoku në Shkodër. Dhe Shkodra I ka shumë. Cilat zona e kërkonin më shumë pajtonin? Çiftet në cilat zona? Kryesisht Tiranë. Edhe Shqipëria mesme. Ku tjetër keni shëtitur? Po kemi qenë edhe në për rreth e tjera. Elbasan, kam bo dasmë. Kryesisht. Po kryesisht Tiranën. Tiranë ka bo dasma Shqipëria mesme. Kuksi, Dibra, edhe nga jugu. Edhe nga jugu. Po. Kujtoni një moment shumë të veçantë që se harroni asnjëherë ndonjë dasëm? Dasma ka plot, mos diti ti përcaktoj. Apo ka qenë pak a shumë? Të njëjta, unë e kam bërë, punën e kam bërë si ke në të gjitha dasmat një lloj. Po kryesisht, kam bërë dasmë sa u poshtë, ke I shoku jonë. Ajo ka qenë dasma veçantë, se ka qenë shumë makina dhe pajtoni. Aty është bërë gjë veçantë. Është një djalë që quhet Tahir Braja. Dasma aty ka qenë një nga dasmat më të mira që kam bërë. Çfarë mbani mend tjetër të veçantë nga kjo dasëm? Digi, e veçanta kësaj dasme ka qenë se ka pas shumë makina luksoze dhe pajtoni, motorra. Do me thënë, edhe luksin, por edhe... Edhe tradicionale. Tradicionale, të ndërthurura bashkë. Si kujtoni çiftet atëre të sapo martuar? Çiftet, për mua ishte një gjë veçantë. Kur I shifsha, ishin të gëzuar. Padyshim në momentin më të bukur të jetës. Nuk diskutohet, në dasmat, se robi mund të martohet disa herë, po me dasmë, me pajton njerë martohesh. Një herë një jetë. Momenti kur dhëndri merr nusen, më pas pozicionoheni në pajton. Mbani mend ju shkëmbeni biseda me çiftin e ri? Ka raste dhe shkëmbet. Shkëmbet. Edhe gjëja më veçantë është kur vete dhëndri, që vete nusjat e shtëpia kur dalin hedhin ato orizhin, karamelet. Dhe pajtonin lidhen gjithë pjesëmarrës që janë dasëm, e thonë gjithë nusën me pajton. Edhe hidhen karamelet me oriz, e në I lek vogël kështu. Te ka traditë Shqipëria mesme. Gjithashtu e veçantë mbetet edhe fakti gjatë shëtitjes, njerëzit në rrugë që përshëndesin çiftin. Patjetër që përshëndesin trashëgime gjatë gjithë rrugës. Kur kalon pajtonin rrugë, kur kalon njerëzit e përshëndesin, I thonë me trashëgime, jetë lumtur. Do pozicionohemi në pajton që të bëjmë pjesën tjetër të bisedës? Patjetër. Edhe kohën e tij. Jo. E vedot. Pra mbi 15 vite që martoni çiftet me pajton. Po. Si e shikoni sot, sa preferohet pajtoni në dasma? Pajtoni në dasma u bëja 3-4 vjet që nuk ka dasma me pajton. Ka po në një rrallë tek tuk. E shikoni këtë ka ndikuar dhe fakti që sot të çiftet s'po bëjnë shumë dasma. Ndikon njerë që çiftet sot s'po martohen, nuk po bëjnë dasma. Cila ka qenë dasma e fundit? Dasma e fundit ka qenë, mos gaboj 10.
vjetë? Të verë që shkoj, kam bëja 2 sot. Të verë, që i Në verë. Po, kam bërë 2 dasë. Këtu në Tiranë? Po. Kam bërë dhe këtu, vinë, bëjnë klipe këtu, këri qeni. Më tha që shpeshherë bisedoni me çiftet. Me çiftin e sapo martuar. Po. Mbani mend ndonjë bisedë me një çift? Atë po, më të shi, nuk maj mend. Gjona dhe Janë këto çanta, urimet. urimet pa tjetër. Ka qenë kryesisht dëshira e vëndrit apo e nusës? Të dy. Për ta bërë dasmën me pajton. Ka pas edhe qifte. Sidomos ka djemë, po ka dhe vajza që e dun. Se për ne është ajo konga pajtoni me kalë. Po. Ta ke trup me zile. Edhe përjetojnë ndryshe atë Po. emocionin. A tepër ka dhe gocat që du dasmë pajton. E kërkojnë edhe Kryesisht gocat. gocat. Kryesisht gocat kërkojnë dasmën me pajton. Po. Pa që Edhe zonë, po kryesisht gocat. po si është mirëmbajtja e karrocës? E ma që këto ka dhe kjo to. Sa të mundon? Po mundon, se ka. Është e lodhshme? Po është e lodhshme. E lodhshme është gjysmeti i kalit. Se ky nuk ha vetëm kur del ndas. Gjatë gjithë. Ushimin e do gjatë gjithë kohës. Patjetër. Por gjithsesi ju e merrni atë kënaqësinë. Unë kam pasion kalin dhe jam rrit me kalin. Kam një jetë që 30, mos them atëve 33-4 vjetë që nuk është dasi ditë e kalin nga durët e mia. 30 vjetë. E kushur. Po e kam pasion. Unë pa kalë s'kam net asnjëherë dhe ku kam qenë fëmij, i kam pas pasion kuajt. Kam net gjithë ditën. Kohë më tepër e kalosha me kohë. Dhe më pas vendosët që të bëshit pjesë e ditës më të bukur të shumë çifteve të reja. Kisha qift, dosha i pajton, u interesova në Greqi me nimën e vëllezërve, e mora pajtone dhe pajtoni faktikisht ma kanë sjell vëllezërit nga Greqia, që është e vërteta. Janë të rrallë pajtonët sot. Pajtonët janë të rrallë, megjithëse janë fut tash në Shqipëri shumë pajtonë, po pajton tradicional, ky është nga pajtonët më të vjetër që ekziston. Pajtoni më tradicional, që është në Tiranë. Gjithsesi, ju thatë që sot nuk kërkohet aq shumë në raport sa vite më përpara. Ja, mas pandemisë e këtej, ka qenë një hatim i fjalë që nuk pati kërkesa shumë. Po, e veçanta është që nuk ka bohen dasma më. Ky është shkaku kryesor. Pak edhe luksi që kërkojnë. Nuk diskutohet, po dhe nuk ka bohen dasma. Nuk po bohen dasma. Zoti Ibrahim, unë ju falenderoj shumë. Që ishte kënaqësi edhe për mua. Kënaqësia jona.